wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahun e falenderojmë, salavat e selamet tona i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun xhalla shanuhu e lutim dhe i thojmë o Zoti jon, mëson ata që është e dobishme. Na mëson të kemi dobi nga e cila mësojmë, na shto diturinë, sinqeritetin dhe veprat e mira. Ishte takuhëm në këtë mini seminar, nëse mund të themi, me ju në këtë kohë në cilën mendoj fuqishëm se ata cilët Allahu xhalla shanu i përzgjedh që të jenë mesin e atyre cilët në këtë vorbull të zhvillimeve, të derteve, të brangave që njerëzit i kanë. Ta mbjell Allahu xhalla shanuhu në zemër dëshirën që të ndëgjosh për fenë e tij dhe aq më shumë të mësosh se si ta përcjellesh pastaj këtë fe tek të tjerët. Mendoj se është një privilegj i veçantë dhe është një begati e jashtëzakonshme të cilën duhet ta ndjejmë, jo vetëm ta flasim, por duhet ta ndjejmë. Sigurisht se ndjenja nuk është emocionale, por ndjenja duhet jetë e ndërtuar fuqishëm në bazë të argumenteve që i besojmë e pastaj e jetësuar në secilin moment të jetës tonë. Është begati e madhe që Allahu xhalla shanuhu na ka përzgjedh të jemi së bashku këtu, dikush të fol e dikush të ndëgju, por me qëllimin e përbashkët, ajo është se si të mësojmë dhe si të përcjellim këtë begati cilën Allahu na ka dhënë neve, të përcjellim edhe të tjerëve. Të flasësh për davetin ose të flasësh për thirrjen e të tjerëve në fenë Allahu subhanahu wa taala, dhe zëndërum duhet të dakordohemi fillimisht se është e pamundur që të përmbledhet me dy takime ose dy ligjërata. Për shkak se po flasim për gjysmën e fesë. Nëse bëjmë një ndarje çfarë po mendojmë, i bën që të flasim për gjysmën e fesë. Sepse feja është njohje dhe praktikë personale, individuale dhe përcjellje e keq të saj edhe të tjerët. Andaj kur po flasim për përcjelljen e fesë tek të tjerët, i bën që po flasim për gjysmën e fesë. Keq ato fen e kemi të ndamë, domthonë ato që neve na nevojitet në kuptim dhe në praktik për veten tonë, e pastaj pjesa tjetër mbetet komplet, pjesa që duhet t'u përcjellim të tjerëve. Kjo është në një aspekt. Andaj po flasim për një diçka e cila është shumë e gjanë. Aspekti tjetër është kur flasim për davetin, për thirrjen e të tjerëve në rrugën e Zotit, në fenë e Zotit, në kuptime të drejta, në shpëtim, varësisht se si e emërtojmë, flasim për punën e të gjithë pejgamberëve. Apo flasim për punën e të gjithë pejgamberëve në tënësi, e pastaj flasim për konkretisht për 24 vite, 23 vite të thirrjes së pejgamberit alayhis salatu wasallam në veçantë kohën e tij, e pastaj edhe për 14 shekuj të tjerë të cilët e kanë përcjell këtë thirrje deri në kohën tonë. Po flasim për një tanësi të jashtëzakonshme edhe në aspektin e numerik, qoftë të përmbajtje, domethënë të sasisë, po në aspektin e asaj që është thelbi dhe kuptimi të cilën duhet t'u përcjellim të tjerëve. Nëse dakordohemi në këto, atëherë kuptojmë se ato që na kena mundësi me thonë, nuk pretendojmë se po e thojmë të tërën, dhe ju nuk pretendoni se keni ndëgjuar të tërën. Pra mbetet hapësirë e madhe dhe hapësirë e shumtë edhe për neve që të shtojmë hala në këtë pjesë, po edhe për juve që të mos mjaftoheni me këtë, por thjesht po mundohum që në këto hapësira, momente dhe minuta që kemi para vetes, të përmendim diçka prej bazave të rëndësishme të thirrjes. Andaj domthonë këtë ditë, domthonë këtë seminar që do ta zhvillojmë së bashku, kemi menduar bashkë me vëllezërit ta ndojmë në 3 pjesë.
Pjesa e parë do të jetë një ligjërata e cila do të flet për jemi mundu me I kompresu pak për shkak se kemi dashur me përmend pak më shumë edhe pse realisht është dashur ndoshta një 3-4 tema më thon, të paktën ja 4 tema më kom, po jemi mundu me I kompresu pak dhe kemi përmend domethënë vlerën dhe bazat e thirrjes. Domethënë kjo edhe pse secila është temë veti, por jemi mundu me I bashku bashk dhe ligjërata e dytë do të jetë inshallah pastaj morali I thirrësit, ose edukata e thirrësit dhe e thirrjes. Dhe ajo do të jetë pjesë e veçantë, dhe ajo është sigurisht se janë 2 tema, por do të mundohemi me I inkuadru në njëra tjetrën për të marrë të paktën një pasqyrë të përgjithshme të asaj cilën duhet të flasim. Në pastaj pjesa e tretë do të mbetet inshallah pjesë e bashkëbisedimit edhe e diskutimit të përbashkët të asaj që e kemi diskutuar së bashku. Të nderuar vëllezër, thirrja në rrugën e Zotit. A është punë shumë vullnetare? A është punë shumë nafile? A është punë që na u ka tek neve, që ashtu në vete hajt, se s'po kena me çka më marr, edhe po merrem me këtë dhe po I nxjisëm të tjerët, apo fillimisht e ka një lloj obligueshmërie brenda fesë, që pastaj ta kuptojmë vlerën, ta kuptojmë rëndësinë e thirrjes të tjerëve në fe, dhe njëkohësisht a fitojmë diçka vëlla, apo në fund ditës thojmë se pas ka pas vlerë më marr me këtë punë. Apo se tek e fundit njerëzit në fund të çdo projekti, në fund të çdo pune, njerëzit I bojnë do llogari. Andaj dikush I cili merret me këtë punë, a është të krymë mas parin ai obligim, dhe e dyta, a përfiton vëlla diçka për këtë punë, apo në fund të rrugës, në fund ditës, kur po flasim në fund ditës, në fund të jetës tonë dhe në kohën kur dalim para Zotit xhallashanuhu, dikush I ofrohet pak të mas pari hoxhallarëve atyre të cilët ja kam mësuar kështu, domthonë me radhë, me thon, se be vëlla ma hopshe kohën, edhe pse ma hopshe jetën kot se pas ka pas vlet më marrën me këto punë isha marrë me do punë tjera dhe më kishin dal pak më mirë. Apo? Është në rëndësi me pyet njëri veten. Apo? Edhe ndoshta edhe ata për cilëve merrni, apo thonë, cili është përfitimi vëlla, çfarë përfitojmë? Tek fundit njerëzit sot nuk bojnë asnjë hap pa I kalkulu mirë do matematika. Unë baj çito po çka fitoj. Unë e lën çito po çka fitoj. Unë baj çito po çka fitoj kështu me radhë. Fillimisht do ta dim se thirrja në rrugën e Zotit është vajib alel umme. Është vajib alel umme, domthonë është obligim për umet. Pra nuk ka mundësi dhe nëse nuk kryhet thirrja në krejt umetin, atër krejt umeti dënohen. Është vajib alel umme. Është obligueshmëri për umetin, pa obligim kifaje. Domthonë, ku nëse kryen disa të tjerë lirohen. Që I bie nuk është krejt e thjesht. Domethënë edhe në shtëpi, në vend banim, në lagje, në katon, në po flasim në komunë, në qytet, kështu me radhë, nëse ka mungesë totale të thirrësve, I bie që dënimi vjen komplet në krejt masën e gjerë. Kështë obligim. E pastaj mbetet obligim farz ain, obligim individual I secilit me mundësit, hapësirat dhe rrethanat të cilët ati I lejohen. Që I bjen nuk ka mundësi dikush më u liru. Dikush e kupton fen, dhe kupton përgjegjësinë, dhe kupton begatinë e fesë, dhe kupton domosdoshmërinë. Pra, nëse asnjëherë në jetë, apo nuk I ka thonë kërkujna, në urdhën, në urdhresë, në ndalesë, në urdhën të mirë, në ndalim nga e keqja, në mësim të caktuar, nuk e ka përcjell, është rrezik me përfshi dënimi. Sepse secili ka obligim individualisht të paktën mas pakti apo që njëri e kufizon veten e tij në këtë obligueshmëri janë ata të cilët njëri ka përgjegjësi, e që janë fëmia edhe gruaja. Këta që ka më dha përgjegjësi për ta, e tani varësisht prej
rrethet edhe hapësire sa zëna njëri. Andaj, është e pamundur me u mendu që dikush kur në jetën e vet për shembull, nuk i thot fëmijës falu. Na praktikisht a kemi mundësi me kuptu, na kemi mundësi. Na kemi mundësi edhe të kundërtën. Po flasim në ato të cilën e shohim dhe ndëgjojmë. Po flasim parimisht po flasim me kriteret të cilat ne kemi me u gjyku dhe kemi me u vlerësu para Zotit. Imagjino dikush nesër me dalë para Allahut Azza wa Jall, edhe komplet jetën e tina kur në jetë vet nuk i ka thonë fëmijës tina që kjo është halal dhe që kjo është haram. Që kjo është e mira, që kjo është e keqja. Që kjo ka sevap, që kjo ka gjëna. S'mundet mu paramendu. Andaj mbetet obligim individual i secilit në bazë të mundësisë, në bazë të hapësirave që i ka. Nëse kuptojmë edhe këta, atëherë kuptojmë të vëllezër se të qenurit në mesin e atij grupi të përzgjedhur, ku nuk kemi zgjedhur me konkurs. Apo? Kush do që merret me këtë punë? A u zgjedh me konkurs caktuar? Jo. Ose a ka ndaj edhe pse ata në momente caktuar edhe që ashtu menojnë, po a ka dikush që paguën për këtë punë? S'ka vëlla. Ku ka dikun që thotë ti fali njerëzve për feqë në të paguaj? Nuk ka. S'ka kur as ka pas, as nuk ka. Por nuk ka as konkurs i cili të përzgjedh ty për therrës, e nuk ka as organizim i cili të paguën për këtë punë. S'ka. Që i bie, po flasim për institucionet të cilat janë të thirrura për këtë punë, për shembull, Bashkia Islame e cila ka me kushtetut mbarvajtjen e jetës fetare, është të mëhabet, po flasim për thirrje praktike, të thirrjen në cilën ne e bëjmë në jetën e përditshme. Pra të qenurit në grupin e thirrësve në rrugën e Zotit xhalla shanuhu është zgjedhje nga Allahu subhanahu wa taala. A e kuptuat? Na vëllezër ndërum, ndoshta mendoj, shpesh herë kur ne i ndëgjojmë disa terme, ndoshta për shkak të ndëgjimit shpesht dhe për shkak të mos vlerësimit të duhur, neve na duket e zakonshme. Por a di çka do të thonë Allahu me të përzgjedh që me e bart fjalën e tij dhe me përcjell të tjerëve. Duket shumë e thjeshtë, po nuk ka privilegje, nuk ka përzgjedhje më të mirë. Unë isha një herë me një nej, edhe ishtë nej bajegi e rëndësishme. Kësh njerëz kallablak, kësh njerëz po mendoj edhe organizimi që ishte koja interesant, edhe tash njëri pe aty ne vish kur u qu. Po që ishin mes apo. Ku po shkojnë apo? Amo besoni që në kulmin e kënaqësisë. Në kulmin e kënaqësisë, si thonë apo fytyra apo i keshke. Po pelen najen apo ish koçi shumë me organizuat naje me konda prezant aty zane. Ja tha po shkoj. Tha se shefi i tina ja kishte dhënë detyrë caktuar me kry. Edhe në gjendje me lanë edhe shoqërinë, me lanë edhe rahatin, me lanë edhe kënaqësinë, edhe çat atmosferën që jesh, edhe atje ku shkoj ke, kërkush se shike. Apo? Amo me rëndësi është që ajo është të kryej një punë të shefit dhe në fund ka më shku dhe më thonë shefit ta kryva punën. A kuptoni? Ai cili merret me thirrje vëllazënjam. Ai bën që e ka marrë që detyrë. Dhe është të kryej një punë se në Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë, ja ka përzgjedh, e ka ndëru, apo më ja përzgjedh dhe ai nikë vetën shumë komod, madje nikë vetën goxha po themi superior mbi neve që na lake aty në atmosferën që na dojshim, ama po shkon ai sepse është po themi kundër vetes së tij edhe dëshirës së tij momentale, por me diçka e cila është shumë e madhe sipas tij sepse në fund ka më marr vlerësimin edhe shpërblimin e caktuar. Ndë Allah subhanahu wa taala kur të përzgjedh vëllazënjam, është punë e madhe. Kto nuk duhet me harru dhe nuk duhet me nënlehtësuar veten tonë sepse është përzgjedhje nga Allah subhanahu wa taala, tamam qysh normalisht në tjetër kategori dhe tjetër sat, por përzgjedhja e pejgamberëve të Allahut xhallahu shanuhu, a është me merit, po mendoj a është me të arritura të dunjas? Ja, pejgamberi Allahu nuk është. Pejgamberi Allahu është përzgjedhja e Allahut azza wa jall. Pra ata ka thonë njëri prej dietarëve, ka thonë pejgamberi Allahu me kon që fitohet, ka thonë marrë ish kompanjerëve mos me kon pejgamber. Ambicet, apo
Tash që i vjen, kërkush kërkan nuk e qënë mu bo thers, davetxhi. Kërkush kërkan se qënë, a më është marrë mësë me ka davetxhi. Apo? Që sa i ka thonë, apëta pejgamber është marrë mësë me ka në që se më rrihet, i bjen që na, marrë mësë me ka davetxhi se cili, pasë në atë mundësin edhe në hapëzirat që i ka. Se nevoja e njerëzve për thirrës dhe davetxhi është e madhe dhe nuk duhet ta amnestoj veten e tij kërkush nga mundësia e lënjës gjurmë në aspektin e thirrjes edhe të davetit. Mendoj në vëllezër se shembulli më i mirë është shembulli në surën Yasin. Ku Allahu subhanahu wa taala na përshkruan një qarje, një vend banim, një qytet, thuaj që dush, në cilin Allahu xhaleshanu i ka dërguar 2 pejgamber e pastaj ka dërguar edhe pejgamberin e tretë. Azaznahum bi thalith. Tretin ja u ka thënë Allahu. Është rast që kemi përmend shpesh, por në nevojitet në ato të cilën po flasëm. Kush kish me mendu se një vend cilin i ka 3 pejgamber të Zotit, i vjen hise dikuj për njerëzat thjesht me mbet në histori, madje me mbetur i shënum në Kur'an e me u lexu historia e tina deri në kiamet. Kush kish me mendu? Çka e ka bo këtë njeri apo thon? Me mbet në histori. I dhe s'po flasim për histori, sepse histori mbesin njerëzit me forma ndryshme, por në historinë ma madhështore. Ajo është historia e Kur'anit, e Allahu subhanahu wa taala më përmend rastin e tij, e historinë e tij, e ngjarjen e tij, dhe vetëm në punë ai që e ka bërë është se e ka bardh dertin e davetit. Thirrjes njerëzve në rrugën e Zotit. Kaq. Kush do më shumë opton. Amo çeto nuk e kalon veç vete. Nuk është mjaftu veç me thonë, po 3 pejgamber janë me opton. Çka ka më folën në njerëz që kanë 3 pejgamber? Çka ka më thonë në njerëz që kanë 3 pejgamber? Di më vazhdim opton. Ndihoj me pas, do zollar me pas opton. Pjesa tjetër e nin veten të pamvarur, edhe nin veten të pa nevojshëm që me thirr njerëz opton. Andaj kjo histori dha zëndrum. Në surën Yasin duhet me na mbet një nga motivet më të mëdha që edhe na kemi hise, edhe na kemi vend, edhe na mujna me lënë gjurmë, edhe për neve është obligim, sepse Allah subhanahu wa taala ka përshkruar pastaj, mendoj historinë e deni kur ka shkuar te populli vet, i ka thënë ja qaumit tabiul mursalin. Ka thënë populli jam, ndjekni besh ta pejgamber. Ndjekni opton. Pasani besoni ju këtyne edhe ndjekni historinë e tij. Çka opton? Edhe pse pasojat për këtë janë fatale për ta. Sepse populli vet e ka marrë dhe e ka mbyt. E ka mbyt populli vet. Një fjalë me na fol dikush. Apo? Ja. Unë po mena me davet. Unë po mësoj për fetë Zotit. E ata po më kthyn në shtramta, po kur me shkon as te daja, as te halla, as te migja, as te ai tjetri, as te. Ja, jam kon një herë, edhe më ka thonë çështo. A na ndodh? Ndodh apo? Do të përmendet pak më poshtë, po për shkak e kanë myt. Dhe përfundimi i cili është Allahu xhena tregon vëllezër ndrum, për ka buru krejt ajo madhështi e këtij njeriu. Ka ja lejte qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin. Bre çush me shumë me u kallzu popullit tam se çfarë nderi mbani Allahu. Unë falja dhe më shtinin në xhenet. Që se zemër kur e ki, që ja bën dertin, edhe galjen, edhe aty në cilët kanë myt, e që si mundet me met njëri në histori. Me qëse, pëtën. Për ndryshe, gjdo zemër e cila është tjetër pos kësaj, mas pari nuk mundet atje me nga, e tani nuk mundet me i pasu krejt ato cilat ky njeri i ka pasu, cilën Allah subhanahu wa taala ka përmend, por komplet pastaj s'ka fol për pejgamber të Zotit. Po ka fol për këtë njeri, opton komplet fokusi edhe kërfjala e kësaj ngjarje ka qenë ky njeri. Andaj a do me met kërfjala e zhvillimit, kërfjala e veprimit, kërfjala e asaj, ajo që njeriu ja mundson ata është daveti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po domosdoshmëria e thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kemi një ajet në Al-Dazar në surën Tawbe, një ajet i cili padyshim se meriton edhe meditim, edhe sqarim, edhe
shtjellim të gjatë për shkak se është jashtëzakonisht madhështor. Kur të vjen, për shembull, kur të sulmon armiku, bëhet lufta obligim. Apo edhe secili e ka obligim, me luftu. S'ka, madje llogaritet prej gjunahave të mëdha ikja. Se po shohim do intervista tash apo që po I bëjnë nëpër qytet me bë luftë apo ku I ka secili ta kallzon destinacionin. Apo janë të përgatitur njerëzit. Po secili ta tregon destinacionin se ku ka më shku. Ai thot për shembull ai thot me bë me ordhë në armiku me sulmu që to çka ban, I gatshëm për mik apo. Dhe kur sulmon armiku bëhet lufta, bëhet obligim. E Allah subhanahu wa taala edhe në këtë gjendje, apo këtë njerëzit janë shku me luftu. A menon ti që ka një punë më të rëndësishme? Me luftu vëlla, vdes, shkon në xhenet, vlerën e atina i cili vdes dëshmor, dihet apo I falën xhenat me pikun e gjakut këta, shpërblime të mëdha. Tash imagjino, dikush të luftu atje, edhe ndi pjesë janë mbledh të mësu qëto. Edhe I shet dikush, ata të luftu, e këta të mësu. Ai duket hajgare që kjo. Hajgare vëlla duket kjo në raport me ato që janë të bata. Apo? E Allah subhanahu wa taala ka dhënë urdhën për këtë punë. Thot Allah subhanahu wa taala në surën Tawba, "Wa ma kana al-mu'minin liyanfiru kaffa." Thot nuk është dhe nuk ju takon besimtarëve që krejt me dalë luftë. Po flasim për kur është obligim. "Falawla nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din." Thot duhet një grup munal edhe me mësu fen. Pse? Thot liyatafaqahu fi ad-din wa liyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Që kur të vinë ata pastaj me mësu ata edhe me ju tregu cilat janë rregullat e besimit, cilat janë rregullat e namazit, cilat janë rregullat e të agjerimit, cilat janë dispozitat e asaj, cilat janë dispozitat e asaj kështu me radhë. Andaj vëllazënia, me bova kia njeri me u shkput për fesë, në vlerësimin e punëve, s'del mirë, kur matematika. Për ata sot keni pa vëllazënia, problemi më I madh I njerëzve, edhe I trive, edhe I shebave, edhe I besimtarve, edhe këtë është emocioni. Ta ofron një pamje të caktuar, edhe me çat pamje tani apo rrezon këtë çka ka apo fe. Është përdorje emocionale. Po thu po që kjo be ka vlerë apo çyrë ka vlerë thotë çore kjo apo këto. Apo madje njerëzit dinë apo kur shkputen prej këtyre bazave dinë pastaj me ardhë me çudira. Dinë me ardhë me çudira. Me çudira apo pa dash me ulshu shumë në detalet e tyne. Këto argumente janë të mjaftueshme për me tregu, domthon, vlerën dhe domosdoshmërinë e thirrjeve. E pastaj ai cili merret me thirrje vllaznia, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ai është të kryer një prej obligimeve të mëdha. Ai është kryerja e urdhit të Allahut xhallahu shanuhu. Por po flasim për domosdoshmëri, tash po flasim për një shkallë më të madhe. Është të kryer një obligim Zotit për cilën tash fillon shpërblimi dhe fillon llogaria tjetër të Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhallahu shanuhu thot: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana." Thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Po është urdhën I Allahut xhallahu shanuhu. Është urdhën e Allahut xhallahu shanuhu. Atë është urdhën që me dikush me mësu, tash është urdhën me thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thirrja në rrugën e Allahut xhallahu shanuhu është kryerja e urdhit të Zotit. Andaj krejt pejgamberët Allahu xhallahu shanuhu kanë ardhur me këtë thirrje dhe kanë ardhur me kryerjen e këtij misioni, ashtu që është përmendur fillim. Andaj në momentin që besimtari e kryen këtë obligim, përveç se ka kryer obligimin ndaj Allahut xhallahu shanuhu, obligimin e thirrjes, ka hyrë në radhën e pasuesve të pejgamberëve të Allahut xhallahu shanuhu. Sot njerëzit bojnë çmos që me fitu një lloj përkatësie të caktuar. Apo gjithçka bojnë. Madje shpesh herë janë në gjendje me bë gjëra edhe të neveritshme, edhe të çuditshme, edhe apo
sepse dojnë me e përfitu një përkatësi të caktume. Për shembull, për letra të caktume, ju dini çka janë gjendje njerëzit me bë. Kënë një javën, raste të caktume. Pse? E merr dokumentin e caktuar që tregon se apo është ose për shembull, për me kry një shkollë caktume, për me bën një gjendje njerëzit me sakrifiku jetën. S'po flasim më për kësi, për shembull, për benefitet caktume të dunjas për me marrë amnin e personit të dhec caktume kështu me radhë. Vllazërin nderuam, puna më e lehtë, apo që njëri mundet me bë, po e cila tregon se ajo nuk arrihet vetvetiu, po është dhuratë pe Allahu xhaleshanu është që ti me hyn në radhën e thirrësve dhe me e bën një lloj përkatësie se je pasues i pejgamberëve të Allahut xhaleshanu. A duket shumë e thjeshtë? Apo veç më marr me thirrje të njerëzve në rrugën e Zotit, ti e fiton që të përkatësi. A mos sa njerëz e bojnë këto? Ja, e dim tonë. Sepse është përzgjedhje. Dhe një do të me luftu, do të me lutë Allahun, do të me pas derë, do të me pas gajle, që me hynë në radhën e thirrësve dhe në radhën e atyre të cilët i pasojnë pejgambert Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thirrja e njerëzve vëllezër ndërum. Në rrugën e Allahut xhaleshanuhu është çore njerëzit nuk na e dinë kushtemisht pa. Na nuk e bojmë për ta, por njerëzit nuk na e dinë se prezenca e thirrësve në rrugën e Allahut është shpëtim edhe për ta. Prezenca e njerëzve, grupeve që thirren në rrugën e Allahut xhaleshanuhu është shpëtim edhe për ta. Çfarë thot Allahu xhaleshanuhu? Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Letjet thot Allahu xhaleshanuhu, urdhën, letjet një grup i cili thirr rrugën e Zotit, urdhëron të mirë dhe ndalon nga e keqja. Në fund ka ardhur një shprehje, cilën dietar thonë i përfshin komplet njerëzit. Wa ulaika humul muflihun. Çita janë ata të cilët janë të shpëtuar. E shpëtimi në këtë rast është i dy anshëm, është shpëtimi në këtë botë, se Allahu xhaleshanu i amneston edhe i fal edhe ata të cilët nuk merren me këtë punë për shkak të këtij grupi, e sigurisht se pastaj shpëtimi më i madh i tyre ju takon ditën e gjykimit. Ndaj prezenca e atyre të cilët ata i shajnë, apo i njerëzve, të cilët i shajnë thirrësve në rrugën e Zotit, është në një formë ose tjetër është garanca e tyre, sepse ata të cilët thirrin rrugën e Zotit i thirrin që të largojnë njerëzit nga errësira në dritë, nga xehli në iman e kështu me radhë. E gjithashtu thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala tregon përveç këtyre obligimeve dhe krymësorëve të Allahut xhaleshanu, tregon dhe e vërteton ato të cilën Allahu xhaleshanu e ka bën më të mirin këtë ummet. Na thojna la besojna se ummeti pejgamberit sa më i miri. Apo? A e kem këto me pretendim? A e kem këto me fanatizëm? A e kem këto me inati? Apo me gjithatë kjo mbetet një përkufizim ose një përfundim i cili kërkon një veprim për mu realizu. Vllazni, manen men mirë. Nuk ka asgjë këtë fe që njeriu e thot dhe e pretendon përveç se gjatë rrugës ka mu kërku me u vërtetu që e punë. A kuptoni? S'ndodh. Pra ta një tri, apo pjesë të dërmues apo kupton. Rruga është e gjatë. Nuk ndodh diçka me pretendu dikush brenda fesë, qoftë në besim, qoftë në praktik, çka do të jetë e kësaj feje përveç se Allahu subhanahu wa taala gjatë rrugës ka më sjell në kufit të caktuar, të cilat ai ka më e dëshmu saktësinë dhe vërtetësinë e asaj që ka pretenduar. Andaj Allahu xhaleshanu u thotë që ky ummet është më i mirë. Thot Allahu xhaleshanu: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Që kjo është përfundimi. Thot Allahu xhaleshanu: "Ju jeni ummeti më i mirë që keni dalë për njerëzit." Nëse nalemi çito, kallaj e kem. Ne jemi më të mirë edhe çaq. Ama e ka në fund një shart, e ka një kusht. Po nuk u plotsu kushti në fund, që ne ka ardhur, i bën që pjesa e parë bjen. Dhe jo vetëm pse je filani,
ose vetëm pse ke lind filan veni, ose bart filan emni, ose dukesh me filan dukje ti ke me ka më miri. Thot Allahu xhalla shanuhu, kushti që ju me kanë më të mirët për këtë umet e vësht, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga keqja. Që ke ju ka më të mirë, ju pse ata jeni më të pastë ta veni pe vënë të caktuar. Ja. Kjo shumë është më rëndësi. Me kuptu që ne jemi më të mirë, si umet. Amo ajo që neve na ka bëu më të mirë është praktika dhe jetësimi i këtyre mësimeve, urdhërimin të mirë dhe ndalimin nga keqja, dhe kjo është shumë madhështore vëllazër. Puna e davetit është punë e madhe vëllazër. Shumë është punë e madhe. Dhe është punë shumë interesante. Sepse kur ti thirr dikë në fe, a dini vëllazër apo se e thirr edhe ato që ban vakia be kushtimisht pa në aspektin njerëzor, as syt beski që më apo. Hiç beski që syt më apo. As pa përshtypje, as morali ti, as sjellja ti, as veprimi ti, as kushdo që tjetër, çka do që ka bë, si s'bën për përshtypje kur gjaptën. Amo edhe për çata ti do të më kujdes. Çaj cili çon, çaj cili paragjykon, çaj cili të ofendon, edhe për çata ti e kita. Përsa që nuk mund ndort njerit apo thon. Njerëzit vllaznia apo thon, vish punën e davës, vish punën e thirrjes, me kom e kuptu. Kishin me kuptu çka madhështinë e kësaj feje. Veç që to mundon me kuptu realisht, apo thon. Dhe mundon me kuptu praktikisht çush i bën kjo punë, kish më mjaftu. Sepse ti kimi thirrë ata cilët këtë mund me tarë apëton për tyne. Amo ti prap ja dën të mirën. Ti prap ke ngull, ti prap nuk nalesh, e kështu me radhë. Andaj Allah që më përthot, ju jeni më të mirë, amo më të mirë t'jeni veç kur theren të mirë, ordonën të mirë ndalen nga e keqja. E që kjo pastaj, imaginën vllaznin dhe unë, si umet Allah xhaleshanu përthot, që jeni apëton. Imaginani kush po e mban të gjallë, që me kanë umeti i pejgamberit aso umeti më i mirë? Jo. A kupton? Jo, kupton. Thirrsat, ata cilët e kanë derë këtë punë, ata cilët e kanë ngali këtë punë, ata cilët e lënë rahatin anash, ata cilët sakrifikojnë nga jeta atyne. Atyne çaj grup, ata mund me kanë 10, mund me kanë 20, mund me kanë 30, mund me kanë 100, nuk është më rëndësi, po me kanë çit grup i cili garanton dhe mban të gjallë khajriyetul umme, që ummeti jonë është ummeti më i mirë. Kjo është matematikë e madhe, nesër kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Vlera e thirrjes në rrugën e Allahut xhallashanuhu është shumë e madhe. Kjo ka domosdoshmëria. Vlera është shumë e madhe, do përmendet diçka shumë shpejt, për shkak se do dalte bazat, pse ka shumë që më fol, domethënë. Shpërblimi i madh, cilin Allah subhanahu wa taala ka përgatitur. Ka shpërblim të jashtëzakonshëm. Madje shpërblimi i thirrjes në rrugën e Allahut xhallashanuhu është për shpërblime që nuk ndërprehet. Nuk nalet. Nuk nalet asnjëherë. Pejgamberi më ka thonë, men dalla ala khairin falahu mithl ajri fa'ilihi. Ai cili urdhëzon në hajër, drejton në hajër, ai ka më pas shpërblimin si të atij i cili ka vepruar. E tash imagjinoni vëllezër ndrum, me të bë Allahu xhallashanuhu sebeb me engjall fen me një vend. Apo me ngjall sunetin me një vend, me ngjall traditën profetike me një vend, me ngjall shejtrimin e sha'air Allah, do të thonë shajave edhe simboleve të Allahut xhallashanuhu. Pra me ngjall vlerësimin e xhamis, me ngjall vlerësimin e namazet me xhamat, me ngjall shëmtin e gjunahit. Apo se bëhet e gjallë. Për shembull, na nuk e vrejmë, po sot të njerëzit të pjesë e madhe për shembull është Allahu të shpërbleft. Zoti të shpërbleft. Kjo ka hyrë për shkak, apo për shkak të përhapjes. Po, s'u ka ndonjë në kjo. Apo, tash që kjo është një lloj fryme. Imagjino kur ti bash sebeb me u ngjall fryma fetare, fryma e praktikës, fryma e pasimit të sunetit të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ka thënë pejgamberi sa, s'ka në njoftën, apo ka thënë pejgamberi sa. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto shprehje apo këto janë inkuadru, dikush e ka shpërblimin për këto. Se dikush i ka pru, dikush i ka instalu, dikush i ka shtin, apo në mesin e njerëzve. Pra, udhëzimin drejt, thirrja në rrugën e drejtë, është për punëve madhore. E tash imagjino çdo punë që bëhet në masa të mëdha, kur ti je shkak dhe sebeb i veprimit të saj, shpërblimi i saj është i madh.
Pastaj e dini pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë Aliut radiallahu anhu, Wallahi, li jehdi Allahu bika rajulun wahida, khairun laka min humuri ni'am. Ka thonë, o Ali, ka thonë me të ba Allahu subhanahu wa ta'ala sebeb, më udhëzon i njëri, i vetëm. Ka thonë, është ma mirë për ty, ma mirë i bjen hala ma shumë, po thjesht është arsi, si në lloj parafrimi, po themi, matematikor, për na me kuptu, për ndyshe është i pallogaritshëm shpërblimi. Me të ba Allahu sebeb që më udhëzon i njëri është ma mirë për ty, se sa me i pas deve të kuqe. Duket këtu, ja kum përmend rastin e Ferrarave të koqa, thonë i ki qelsat e Ferrarave të koqa, udhëzon i njëri. S'nalet njëri, s'nalet. Ka thonë më mirë se kaq. Ka shpërblim më të madh se kaq. Është më e rëndësishme se kaq. Është më e madhe, me dal nesër i njëri para Allahut subhanahu wa taala me thonë ja Rabb, fjala që ti u bë sebeb më udhëzo. Veprimi që ti u bë sebeb më udhëzo. Veprimi që ti është që une e kum njoft madhështinë e fesë. Veprimi që ti është që une e kum njoft shëmtinë e gjunahit, e kum njoft që bie mos me shkel kofet, e kum njoft që bie mi fal tjetrin, e kum njoft që bie me kon ato matematika që në këtë dynja është e pamundshme me i kuptu, thjesht i parafrojmë. Pa të Allah xhaleshanu, në fillim surën Bakare kur i ka përmend xhenetit ka thonë emërtimet i kanë të njëjta. Veç emrat i kanë të njëjtë. Se s'kan kurrë të përbashkët, po ti suni kallzon dikujt për diçka abstrakte, do të më ofru diçka. Andaj ka përmend Allahu xhaleshanu disa për emrave si lloj ofrimi. Si lloj ofrimi i asaj që Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur. Masi e kuptojmë me vëllezër domethënë këtë domosdoshmëri dhe vlerë, që padyshim se ka dhe shumë çat lidhem kët, është shumë e rëndësishme të kuptojë njëri, po çka më thirr me njerëzit. Kam janis. Cila është puna më e rëndësishme që duhet më janis me thirr njerëzit, më fokusu. Në qoftë se ja dhom që ata, elhamdulillah llogaritëm që kemi arrit me e kry obligimin dhe po themi edhe me i qu drejt shpëtimit të tjerë. Dhe cilat janë ato punë cilat tek e fundit edhe mos me i pas njerëzit nuk është shumë të lash. Dhe këtu pastaj është se ka duhet me janis ose cilat janë bazat e thirrjes. Baza e thirrjes kryesore vëllazër, në cilën duhet më fokusu, e cilën duhet më përqendru, e cilën duhet me jetësu, e cilën duhet me kuptu, për cilën duhet me punu. Apo e rëndeti këto shprehjet apo sa dush, deri në fund është ajo për cilën Allahu e ka kriju qetë dhe tokën. Ajo për cilën Allahu ka dërgu pejgamber. Ajo për cilën Allahu xhallashanuhu i ka nda njerëzit në lumtur edhe të dëshpëruar. Ajo cilën Allahu xhallashanuhu për ta do t'i vendos peshorët në ditën e gjykimit. Ajo për cilën Allahu ka vendos siratin mbi xhehenem. Ajo është tauhidi, njëshmëria e Allahut subhanahu wa taala. Që kjo është apo? Kjo është baza. Për kësaj duhet më janis. Qose njerëzve kemi arrit. Masi e kemi kryer për vete, apo? Pasi gjithmonë po flasëm për një fazë më të avancuar, masi e kemi njohur mirë, na e kemi jetësuar veten tonë, po flasëm për fazën e dytë, ato të përcjelljes. Kur Allahu xhallashanuhu ja mëson dikujt me jamsu fjalën la ilaha illallah. Muhammedur Rasulullah. Fjallë cila po kuptu drejt dhe po besu drejt, ka me hy njërin xhenet pavarësisht se që ka bo. Dhe kjo ka një kuptim shumë interesant da zëndru. Në shikim të parë duket një farloj përplasje mes asaj që po mirëbe tash hajde po fokusohem veç te çikja, po te fjala la ilaha illallah, edhe po fokusohem shumë te punë. Ose kushtimisht po them. A ka mundësi dikush me njoft fjalën la ilaha illallah, me njoft, me besu, dhe me ka një bindur në kuptimet e kësaj fjale, mos me punu. S'ka mundësi. Për të arsye ka ardhur
që ka me hina në xhenet. Sepse është e pamundur, ai i cili e kupton fjalën la ilaha illallah, ai i cili din kujna po i thot nuk ka zot tjetër pos teje. Ai i cili njeh pastaj këtë Allah që ai e ka përshkruar veten e tij. Ai i cili e kupton mëshirën e tij, ai i cili e kupton rahmetin e tij, po ai i cili e kupton dënimin e tij. Ai i cili e kupton dijen e tij, ai i cili e kupton kujdesin e tij për robën e kështu me radhë. S'ka mundësi vëllazëndrum mos me pas qef me pas punë të mirë me këtë Zot. S'mundet. E që i bie apo çdo kush që ka mangësi në veprim, ka mangësi në fjalën la ilaha illallah. Ose në kuptimin e saj, ose në bindjen e saj. Andaj kanë ardhur kushtet e fjalës la ilaha illallah. Të cilat janë domosdoshme për me jetësu. Andaj këtë pejgamber të Allahut xhalla shanu kanë ardhur me këtë thirrje. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Krejt pejgamber të Allahut kanë ardhur me këtë thirrje. Krejt. Andaj vëllazëndum, fokusin në fjalën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, në bindjen ndaj tij, në nështrimin vetëm ndaj tij, është çelësi i xhenetit. Apo? Dhe ka thënë mëson, se fjala la ilaha illallah miftahul janna. Apo? Është çelësi i xhenetit. Fjala la ilaha illallah është ajo që kur do të vendoset në peshore, do t'i ngrit apo thon të gjitha ato suhuf që njeri ka mundësi me pas në mangësinë e tij, sepse fjala la ilaha illallah është njohja reale e pozicionit kush është Zoti e kush është robi. Sepse ti kur thu la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ti tregon praktikisht dhe e jetëson me bindje se është një Zot i cili u kon i pa fillim dhe pa mbarim. U kon ku s'ka pas njeri e asgjën, domthon asgjë. Dhe është i njëjti Allah, apo i cili do të jetë edhe masi nuk jemi na. Kur ai na ka kriju komplet jetën tonë e ka bë të lidhur për këtë fjalë që të jetësohet fjala la ilaha illallah. Bindja dhe nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duket ka herë shumë e thjesht, po themi e thjesht, po duket ka herë ndoshta edhe e pa kuptim, po të qysh këtë dynja me këtë çka ka me fjala la ilaha illallah nuk duket që ka ndaj far peshë, ndaj far për me kuptu këtë vllazë nderuam, është shumë e nevojshme njëri mu munu me nxjerr shembuj apo thënë. Rrini me doktora të cilët e njohin mirë njeriun, anatominë e njerit. Çfarë do profile qofshin ata brenda trupit njerit. Edhe të tregojnë sa kompleks është njeriu. Njeri sa kompleks është. Dhe sa i mahnitshëm është në krem. Sa i ndërlikuar është. E dhe njerin del pasaj në dynja. Qi, toka, me kretat madhështi që kanë. E shko pasaj të zumirat, apo? Në pa, ka herë disa foto që i qesin, dilli me gjithat, tani do planetet vogla, tani atje toka s'duket, hiç s'duket, toka s'duket. E mrana qasoj toka, sa ka, e mrana qasoj që s'duket hiç është një njeri, apo, i cili kur nuk pranon fjalën la ilaha illallah, i thot krejt që kjo çka është, bashkë me veten tëm, është rastësi ose është aksidentale. Problemi është apo? Problemi kjo çasti në raport me Allahun subhanahu wa taala. Problemi është apo? Në Allah Gjeleshanu, këtë ka thonë t'i falja, kjo është e pafalshme. Kjo është e pafalshme, se hiç do të me pas argumente për me besu. As mjafton vish me pa, beduinit i kanë thonë Allah, beduinit, që kur s'ka pa qytetrim, as nuk ka pa, po në të shmerin e pasë, kanë thonë, a beson që ka zët? Ka thonë, të mjerët, ka thonë. Ka po, që gjumë, a nuk të regojnë se ka kalu dikosha.
Thjesht Allah, kupton. Sot njerëzit me akademi, sot njerëzit me shkencë, sot njerëzit me, tentojnë planete mund gjit apo atje kanë arrit me zbulu e me bë mos me bë, ama e kanë hupa ato e cila është shumë thjesht e arritshme. Dhe kjo pasojat e saj ka shumë ndaje sepse është rebelim te Allahu subhanahu wa taala. Me thë Zoti, tu s'kam nevojë për ty. Ai që nuk e pranon fjalën la ilaha illallah, ai në formën se tjetër i ka shpall luftë Allahut dhe thotë nuk kam nevojë për ty. An vazhdimisht i shfrytëzon të mirat që Zoti e ka dhënë. Për ata që Allahu xhallahu i ka dërguar njerëzve në vazhdimësi. 124.000 pejgamber, Allahu xhallahu i ka thënë për këtë punë. 124.000 pejgamber. Dhe shpëtimin e njerëzit e ka lidhur me fjalën la ilaha illallah. Ande vëllazë ndrum. Thirrja e njerëzve la ilaha illallah është jetike dhe është jetësore dhe është thirrja që ne kanë bërë këtë pejgamberët e Zotit. Krejt mos harroni, këtë gjëra të tjera të cilat na i bëjmë janë në ndihmesën e kësaj. Nëse krejt çka i bëjmë nuk na shërbejnë që njerëzve më ia mësu bindjen në la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dini se është e kot. E kot është Allahu. E kot është. Morë edhe ndihma më e qumë, edhe shtëpia më u marru, edhe dukat më apo shtëpia ta thënë. Për mend disa herë vallë. Dukat më apo shtëpi ndikuj. Nëse ai vdes, pa la ilaha illallah i shkon në xhenem Allahu. Kjo punë është e thjeshtë. Apo tani? Andaj, cili është fokusi apo tani? Cili është derti për veten tonë? Për ata Ibrahimi alayhis salam apo tani ka pas shumë dert këtë punë. Shumë dert e ka pas apo tani. Ibrahimi është baba i pejgamberëve të Allahut apo tani. Po, njëri apo tani që është simboli i tauhidit, njohshmërisë Allahu xhallahu ka thonë Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam, ka thonë Allah ruma fjalën la ilaha illallah. Madje ruma prej shirkut më klasik që neve menja kur njët nuk mundet me na shku se na në ditë mura me përfundu të ira gurit në sejzde. Vorrit, apo? A çka menja në herë? Me binu që kur menja njët nuk na shkan. Menja shkan, apëtën. Ama Ibrahimi asëm ka bodo, apëtën, se ka dit, apëtën, që me bova kia Allah me ta marrë të uhidin. Qënë apëtën gurit edhe drunit, edhe vorit, edhe patkonit, edhe gjithë kujtë qënë me ranë sejzde, e me i besu, e me mëndu, e me... Andaj rutja e të uhidin, njëshmërisë Allah subhanahu wa ta'ala, thirja dhe rutja pastaj, është dhurata më e madhe që e bojmë. Madhen men, dhurata më e madhe që e bojmë babës edhe nënës, është me mësu fjalën la ilaha illallah. Dhurata më e madhe që e bojmë grusë dhe fëmijëve, është me mësu fjalën la ilaha illallah. Dhurata më e madhe që e bojmë kujdo të qoftë pe më të dashurve tonë, është fjala la ilaha illallah. Dhurata më e madhe që e dhona këtij populli, wallahi, dhurata më e madhe që kemi mundësi më dhon këtij populli, është me mësu me besu vetëm në Zot. Ashtu që aja ka përshku veten e tij. Andaj, pejgamberi kur i ka thënë Muadh në Yemen, çai ka thonë, innaka ta'ti qawmun min ahli al-kitab, ti bashkon tani popull që janë pasues librit. Ka mas pari mjanis, apëtën, me fjallën la ilaha illallah. Pastaj ka orë shumë interesant. Fe inhum e ta'u li dhalik, në qoftë se ata të pasojnë këtë, edhe të njekin, edhe e kuptojnë, e tani mësoj ata që është më falë. Edhe që e kanë obligim më falë. Që i bjenë apëtën ti. Ko ti thu dikuj falë Allah, kërës ta besën Zotin. Ko ti, apëtën, për ata, e këni pa shpesher problemi kryesor i njerëzve është se nuk i gjojnë ku janë pikat e përbashkëta dhe ku janë pikat që dallojnë. Edhe në dialog me njëri tjetrin, apëtën. Njëri flet apo apëtën, thotë ka thonë, Allahu ka thonë pejgamberi, apëtën, përballë ka apëtën njëri që s'beson as në Zot, as s'beson pejgamber as. Ty unë po tham ajet pa tham hadith. Po për ty është interesant, për ta është interesant. Aty do të më sjell argumente tjera, apo do të më po ku është pika, e cila të bashkon dhe ku është pika që të ndan. Andaj më ka mësuar, ka thonë, ti shkon atje, ti ka ti thon falu atij, ka ti thon që kjo punë është haram. Që kjo punë është haram, çai bjen? E ka ndaluar një autoriteti i caktuar. Apo, kush është ai? Është Allahu. Po thot sa njoh Zotin unë. Po atëherë të bjen ujë haram, apo thën. Apo thën, që kjo punë është sevap. Po thot, kush e ka bërë këtë punë sevap? Po ka bërë dikush, apo thën. Një autoriteti i caktuar. Kush është ai? Të fjala la ilaha illallah, ta konteston këto. Ti ka tek i pastaj atje, apo thën. Sa dush mundet me fol, apo thën. Ama pa u nis prej këto, s'mundet me mri, apo thën. Andaj, pejgamberi më ka thonë Muadhit, nëse me fjalë la ilaha illallah. Në qoftë sa ata ndëgjojnë këta, mësej pastaj që Allah Azza ka bërë 5 obligim, 5 herë namazet obligim. Ka në qoftë sa ata e zbatojnë këta,
mësoja pastaj punën e zakatit e kështu me radhë. Apo do të më di për kam janis. Do të më di për kam janis. Forma se qysh tani është tjetër mohabet, po kjo duhet me konë thelbi. Dhe duhet me konë baza, dhe duhet me konë simboli, dhe duhet me konë flamuri identifikus i secilit therrës që pretendon se është therrës në rrugën e pejgamberit alayhis. Ai cili pretendon se është therrës në rrugën e pejgamberit. Baza e dytë është pasimi i pejgamberit alayhis. Kjo shumë është më rëndësi. Sepse nuk pranohet fjala la ilaha illa Allah pa Muhammed Rasulullah. S'pranohet. Na shpesh herë thonë ja, ndoshta normalisht pe çefit, pe dëshirës, kur dikush e përmend Zotin thonë alhamdulillah, po vjen të hyr në far gëzimin, në far. Këtë kena që me pa opton mirë, vallahi thënë. Amo kjo punë nuk është me pretendim. S'është me pretendim. Banu të binë, la ilaha illa Allah kanë mundësi me thonë këtë njerëzit. Madje ata që s'besojnë. Ata thonë la ilaha illa Allah, me orë puna opton. Muhammed Rasulullah s'ta thot kur. S'ta thot. Sepse kjo është pastaj në nështrim praktik i asaj që ti ke pretenduar. Kush ka mësuar për me njoft Allahun? Pejgamberi sa. Qysh e njeh Allahun? Qysh ka mësuar pejgamberi sa. Qysh e adhuron Allahun? Qysh ka mësuar pejgamberi sa. Apo qysh e madhon Allahun? Qysh ka mësuar pejgamberi sa. Tani këto shkon të rrobë tani. Sepse pasimi i pejgamberit sa e ngushton rrethin shumë të atyre cilët pretendojnë se janë besimtarë. Në thirrja e dytë tepër e rëndësishme, e jashtëzakonshme, bazë e thirrjes është pejgamberi alayhis salam. Mos pranoni vëllezër, mos pranoni në asnjë formë, në asnjë mënyrë, për asnjë rrethon, shkputjen e bazës së dytë nga thirrja e njerëzve në rrugën e Zotit. Dhe nëse dikush thotë po ne besoj Allahun, ne besoj këtë drejt opton. Nëse opton prova e parë e vërtetësisë se pranimit Allahu subhanahu wa taala, çush Allahu ka përshku veten është pejgamberi sa. Te fundit Allahu xhallahu ka thënë kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni. Thuajuni, nëse doni Allahun, pasoni që ku e keni provën. E kuptoni? Prova është ndjekja e sulme. Sepse amrihet tek Allahu xhallahu më në rrugë tjetër pos ka i ka rro pejgamberi alayhis salam. Ja smrihet. Pra, monën men, mes dy pikave, edhe në aspektin shkencor, ka mundësi me kanë veç një vije drejt. S'ka dy vija të drejta mes dy pikave. Çdo vit tjetër është ekstrem. Një është mes dy pikave, pikës së njeriu dhe mritjes tek Allahu subhanahu wa taala është veç një rrugë drejt. Është rruga që ka rro pejgamberi sa. Çfarë thon? Andaj baza e dytë e domosdoshme e thirrjes është njohja, nënshtrimi, negjimi, pasimi, dashuria ndaj pejgamberit. Asam gjithçka që ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Baza e tretë është Kurani. Bindja e njerëzve se Kurani është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Thirrja e njerëzve në Kur'an. Kjo shumë është më rëndësi. E domosdoshme, sepse po nuk u fuqizua se baza dhe referenca e njerëzve, e besimtarve, e ndjekësve të rrugës Allahu subhanahu wa taala është Kurani, ne kemi me mbet, domthon duke shëtit poshtë e lartë, tu hulumtuar tu gjet o tu përpjek me gjet material mbas cilit ta kemi me adhur Allahun. Andaj Kurani është për këtë njerëz, Kurani është për këtë kohë, Kurani është për të gjitha racat, Kurani është për doktora, Kurani është për profesora, Kurani është për kryetar, Kurani është për biznesmena, Kurani është për miliardera, Kurani është për të varfër, Kurani është për familjar, Kurani është për këtë shtresat. Klasifikimi dhe ndarja dhe kufizimi i Kuranit për shtresat caktuar, problem opton. Ata Allahu që ka thonë, "Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin." Ky është Kurani opton. Fjala Allahu xhallahu është udhëzues për këtë kanë që e kërkon udhëzimin. Muttaqin opton ata të cilët i nështrohen dhe e ndëgjojnë dhe dëshirojnë me gjetë vërtetën opton. Andaj baza domosdoshme dhe referencë domosdoshme është Kurani. Andaj kushdo që e thirrim në besim në Allahun subhanahu wa taala, në pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në besimin e vërtetësinë e Kuranit dhe të lajmeve të cilat e ka sjellë Kurani, qoftë ato të kaluara, qoftë ato të ardhmet, qoftë dispozitat, qoftë rregullat e kështu me radhë. Baza e katërt e thirrjes
është vëllezër ndërum dituria, se la lidhet shumë me tretën, që është, ku është baza, ku është referenca, për ka i marrëm na dijen. A janë mbledh një grup njerëz që t'ja kupton edhe kanë bëj ijtihad, kanë bëj përpjekje dhe kanë ndonjë ja kupton. Pra Allah subhanahu wa taala çka thot? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Thuajo që kjo është rruga e drejtë. Unë thirr tek Allahu xhaleshanu ala basira, me dije, me dituri. Cila është ajo dituri? Dituria për Allahun, do të më prezantojë Allahun, do të më ditë më prezantojë Allahun azza xal. Dituria për pejgamberin, sa më ditë më prezantojë pejgamberin. Dituria për Kur'anin, më ditë më prezantojë Kur'anin, më ditë apo pa dije është problem. S'ka thirrje pa dije. Pastaj hasab, apo varësisht prej sa dëmos gjenu njëri. Allahu do të pejgamberi ka thënë belligani walau aya, ka thënë përcjellë prej meje nëse vetëm një ajet. Një ajet njëri ka obligim, ama kush do më thirr, kush do më zënon thirrje, kush do më pas me kanë në grupin e të privilegjuarve, në atë grupin e të shpëtuarve, edhe të privilegjeve të mëdha, atëherë do të më pas njohuri, do të më pas dituri. E dituria shpejt po e përmend, apo thon, do të më pas dituri për ata të cilët po i thirr, apo kush janë ata, çka janë ata, kështu me radhë, dhe do të më pas dituri për fen, dispozitat këto që i përmenda, dhe do të më pas dituri për mënyrën se si më përcjell. Këto janë 3 dituri të domosdoshme, cilat do të më përcjell ato i cili merret me thirrje, dhe domon baza e 5 e thirrjes është sabri. Pa sabër s'ka davet. Ai cili nuk ka sabër, ai nuk do të më jam sy kësaj rruge hiç. Madje në familje. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ordnoj familjen tonë në namaz dhe ban dorë. Sabri është i domosdoshëm. Thot Allahu xhalla shanuhu, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Ban sabër. Ka thënë pejgamberi sa që kanë bë ulul azmi, pejgamberët e dalluar të Allahu xhalla shanuhu. Për sabrin e pejgamberëve pastaj është temë gjatë. Sabri do të më konë në dy aspekte, vëllezër. Kjo është shumë e rëndësishme. Sabri në ato që ka më të ardhur si reagim i thirrjes tane, apo dhe e dyta, sabri në jetëgjatësi dhe në koeksistencë të veprimit. Sabri në raport me ato që ka më të ardhur dhe sabri në jetëgjatësi. Ne ndonjëherë bëjmë sabër në raport me ato që na vjen, ama nuk kemi sabër në jetëgjatësi. Ata janë nisë 1 javë, janë nisë 2 javë, janë nisë 2 vjet, janë nisë 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, nëse dikur apo kur të shesh libra ka përkthy apo libra të fesë ka përkthy. Apo përfundon ku s'duhet me kanë. A thërsh në rrugën e Allahut azza wa jall. Kur e kalon më atë çfarë pune. A sabër do të më pasrëm. Sabër apo. Ata në surën Asr Allahu xhallahu në fund apo që llogaritet ton përneka ka wa tawasaw bi sabr, tawasaw bil haqq wa tawasaw bi sabr. Sepse nuk ka nis vëllazënë. Problemi më i madh i njerëzve është kur ti përpjekesh me u përcjell fen. Sa të kish të brana kornizave tua dhe të veprimit tan, ata nuk e kanë gale. As nuk e kanë dert. Apo në momentin që ti tenton me përcjell, këtu pastaj në rën hesapi. Na duhet me falendru Allahun subhanahu wa taala pafundësisht se ai që na ballafaqohu kur e përcjellëm fen është veç pozitive. Kur opton diçka e keqe ose pasoja për këtë punë kemi pas. Po, fat pe Allah të zë, begati Allah të zë, begati e madhe. A dini vllaznia, po se ka vëna po sot në botë, ka pe shtete po për më emën, po ka diku afër 10 milion banor. 10 milion banor ka, a dini që as Bajram nuk guxon me festu. Amnin ai po kryetari i aftën i ativani ka amën musliman aftën kështu
Amën mos më njoft thua apo ka nej apo nej njëri që ka përmendur Imam Dhahabiu në Sira al-Aman Bala. Komplet 10 milion njerëz, jo që nuk guxojnë me shpreh, apo thon. Po as Bajram nuk guxojnë me festu. Këtë musliman janë. Këtë musliman janë. Ndërsa ajo që na sot domon e ballafaqum, falendroj Allahun subhanahu wa taala, kundërzi është veç pozitivitet, veç e mirë, veç apo thon. Po njëri përgatitet në kohën e domon thirrjes, duhet me pas sabër, domosdoshmërisht. Inshallah kur s'kemi nevojë për sabër, apo thon, për sabrin e parë të reagimit, ama për sabrin e dytë, mendoj se ky është pastaj më sfidues. Sepse ky dën gjatë. Ky dën gjatë, e sidomos kur nuk ka rezultate. Kjo është problemi. Me thirr 10 vjet në antar të familjes, ai s'ka nis më fal. E ti mas 10 vjetë, mas 15 me pas elanin e një, çështë ke pas para 15 vjetë. Kto s'e ne ban njëri pas me iman, pas me besim, pas me bindje. S'e ne ban apo, dikur të bëhet po, dikur në verid vllapën. Ama kush të ban që me kanë frez gjithmonë, sabër apo. Bindja, sa ato që një të e bëj për Allahun subhanahu wa taala. Këto ishin disa prej bazave të vlerave, domosdoshmërisë, vlerës dhe bazave të thirrjes. Lutë Allahun subhanahu wa taala të na pajis me këto baza dhe na mundsoj që këto me pas pasaj si një lloj manuali mbas se kemi me vepru dhe kemi me e zbatu këtë amanet madh që Allah subhanahu wa taala na ka ngarkuar mbi supet tona me përzgjedhjen e tij, me rahmetin dhe mëshirën e tij, e neve na mëson me bart me kënaqësi e me e kry me dignitet. Hadha sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.